Ish finalistja e Big Brother VIP Kosova 1, Juliana Nura, ka përjetuar momente frike në orët e para të mëngjesit të sotëm, pasi është përfshirë në një aksident rrugor teksa udhëtonte drejt Zvicrës. Përmes disa videove të publikuar në Insta Story, Juli ndau me ndjekësit pamjet e veturës së dëmtuar dhe tregoi se përplasja ka ndodhur rreth orës 5 të mëngjesit në Sloveni, duke e përshkruar si një ndeshje goxha fatale. Ajo tregoi se pavarësisht përplasjes së fortë nuk ka pasur asnjë lëndim, ndërsa vetura megjithse e dëmtuar ende funksionon. E trënditur por e qetë, Juliana u shpreh se ky aksident e ka bërë të mendojë ndryshe për jetën dhe rëndësinë e momenteve të vogla. Tash hajt tash shkoj në dynjë tjetër. Shkova deri në altë të Zotit, veç më tha jo gjël, si kirane të jago më orë këtë dynjë, pa i shtipite në treg. Jam 5 mëngjesi që ka ndodhë, një ndeshje goxha fatale, por më rëndësi kere poet, Gjuli, as një shajs më kalon, shef në pak. Kush din më ndihmu na i sen me ly kere një andru që dritë miri shkon, kështu që shipet në për Evropë, lajmë rëni, është Mercedes E-Class 300, kështu që convertible. Storytelling time, e po të storja para qësoj historijës që ka ndodhë mëngjes, do të t'ju njës djenë 9 notës për Zvicër, sa mriva une që tash jam të mrinë Zvicër, i roshka Serbia, imagino bre, oj, sa idiota janë shkijeta. 2 orë majten të hinë Serbi dhe 2 orë majten të dolë për Serbis, tha ju, tha, duhet me verifiku ti qka, tha, kina i pasaport tjetër, thasht jo, thash veç Finlandës. Tha, e naj tjetër, thash po, letrat e Zvicrës. Tha, e naj tjetër, thash pasaportën e Anglisë. Tha, e naj tjetër, thash qka pëtoni ma shumë. Dhe keme ditë se nationality a e kam të Kosovës a ju. Qfar idiota, nejse, sot kena pun të thot Basel, Zürich, München e Kryton, Munich, nejse. Kështu që nesër jena Lozon e anenaj edhe via Londër. Edhe masi që ka ndodhë me mëngjes në Sloveni, dhe thot unë prej sotit vetëm ka me kërcy, ka me ngu muzik, ka me busqesh, sepse wow, shfat meri u kona. E kështu me rodhë, kështu që unë e kam lojme të reja, arsye pëse kemi orë në Zvicër, e në Gjermani është pitet e qullit. E s'pëm pritet, mi ju tregu ambalazhen, do dhëtë që shdoket, s'pëm pritet mi ju tregu fabrike, s'pëm pritet mi ju tregu shumë sene, po, pritni edhe pak jom në kanë met, dhe unë jam shumë e lundur që me në fundi diçka që ka linë me Big Brother, si ide, po del gjithandej në treg. Edhe unë jam shumë e bindë dhe çdo, jo vetëm shqiptar, por çdo trues ka me kërku pitet e qullit. Edhe çdo njeri ka me di që është tradita shqiptare, ka të merr pite. E garant shumë njerëz kanë mund vetë me kanë shku, kush ka i ka gro makines, përveç unë i groj vetë makines 20 orë ose 15 orë të ishte shku po, është edhe kremi me vete. Kremi, say hi! Hi love! Kremin e kam gjithë me vete. Kush ka e pa kremi, kërkoj e kështë.